Në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thuhet se çmimi i mjaltit ka shënuar një rritje prej 4,7% në tremujorin e parë të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Florin Dautaka nga shoqata e bletarëve në Xhakov thotë se ka shumë arsye që këtë sezon mjaltit do të ketë rritje të çmimit. Për shkak shumë faktorëve, një ndër to është edhe ngroja globale që për shkak të sasisë vogël mjaltit edhe me njëherë fillon edhe si në çdo produkt edhe mjalti fillon mendohet të shtrajtohet. Informacione kam edhe unë, po pas këtë edhe jo se mjalti të shtrajtohet prap. Unë thënë se mjaft është shtraj. Për 1 kilogram 20, 25, 30, si shumë për alarmimet, dikush po thotë edhe ma shtrajt. Nuk e di, unë nuk pajtona me ato. Unë jam për mi majtë një stabilitet, që njerës në të punojnë, sa ma shumë e bledë, në të mojnë shushnit e forta, natyra në jepë. Nëse ka ndodhë, për shumë, edhe si vjetë, edhe si shumë vjetë për para, ka ndodhë që akacia ose bagremi që është njoftë në popull, shpesh ka ndodhë që ngricat e pranverore, si ku që kjo këtash që ishte -7, -8, -10, e ka mërdhej, si ma thonë, ose ka shkatru bagremin, ose akacian, si është një ndër kollosat tona kryesore, është ajo. Mirë po ka lule, livadhe, pamas, ka ulz, ka lule të ndryshme tjera që japin mjalt. Vetëm duhet më punu ma tepër bletarët, mi pas shushnit ma të forta. Mes tjerash, Dautaka tregoi se a dallon çmimi nga mjalti cilësor dhe ai i përzier. Unë them se vetëm laboratorët, për shembull, nxjerrin atë mjaltin i cili është i falsifikuar ose është i mirë. Vetëm një laborator i cili nuk e di, këtu ka shumë pak ne kanë në Kosovë, për që ato edhe kemi shumë probleme për shembull me cilësinë e mjaltit. Futen mjalt nga gjitha anët, vjen prej fshimve tonë, prej Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malezi, gjithë ka vjen mjalt, vjen edhe prej Kinës tu tek neve. Dikush thotë e kom prej Austrisë, dikush thotë e ardh prej Kroacisë. Për shkak se neve të mashtruajnë me kvalitet besa dhe me çmim. Çmimi është real i mjaltit sot për sot diku 15-20 euro, duhet të thotë 20. Pra, te individ ka edhe 25 edhe 30. Mjalti, po kvaliteti i mjaltit është për të dëshiruar për ata që vjen prej jashtme, për ndryshet e një bletari. I këtu tek ne për shembull, rrafshi Dugaxhinit besoj që është shumë më kvalitativ se sa ato që e merrnin nga Maqedonia, për shembull, për marrë që shembull, mos të më keq kuptojnë ata. Po, nuk e di, tash duhet inspektoriati të punojë sa më tepër për shembull në për dyqanet tona që shitet mjalti që vjen. Se Slovenia mjaltin e blen prej nesh, për shembull ka kërkesa për mi blen mjaltin e Gërshtenës, ajo shet mjalt Gërshtenës në për çdo farmaci ose çdo market shet mjalt Gërshtenës me të livadheve të ndryshme dhe akacias ose bagremit, nuk e di tash sa është ajo. Na duhet me besu se për i shohim etiketën edhe për i lexojmë, të shpresu se e ka kontrollu dikush. Në fund, u bë thirrje të gjithë konsumatorëve që të mbështesin bletarët vendor, sepse vetëm përmes përkrahjes së prodhimeve tona të pastra dhe cilësore mund ta ruajmë traditën, shëndetin dhe ekonominë vendore.